goca për një super vlerje të madhe tek Eda. Super vlerje të madhe jo, po pak të themi për një javë. Ora, fileto pule janë të dyja këto. Jo, kjo është fileto, edhe kjo gjas me fileto e brëndshme si i bie. Nëse janë shumë të mira që të dyja këto, i përdor kështu me qenë se ne mbajmë gjithkohës regjim. Pastaj mora këtë salcën bio, shpirti mamit. Nuk e kam provuar ndonjëherë, po duket shumë e mirë kjo. Mora barbunje të freskëta, nuk e mora të ngrira, mora edhe bizele të freskëta që hapen këto dhe i mora më shumë për fëmijët që i bëjnë të tërë bashkë, domethënë ata t'i bëjnë bashkë edhe të argëtohen duke i hapur këto dhe i ndihmon për motorikën. Pastaj mora këto bio myslit për mua dhe për Idhin, edhe këto janë me kalium të dys edhe me magnezium, sepse na duhen, se kockat e mia lanë universin. Tani morëm këto specat me gjithë, unë kam shumë qejf. Mora këtë pastaj për fëmijët, supozoj që është shumë e mirë bio. Gati 5 euro ishte kjo e vogla, po ta kenë kështu si tip çoko kremi, me qenë se ndonjëherë e kanë qejf ose kur bëjmë ndonjëherë krepa. Edhe këtë gjithashtu kur bëjmë krepa dhe kur i han fëmijët, kështu vetë kjo është shumë e mirë, sidomos kjo. Bukur pjekës, pastaj mora makarona nga këto spagetit që janë të gjitha dinkel. Mora brokolin, mora këtë se e kam si më të shpejt kur e laj këtë më qanë sikur kjo lajet më pastër. Letrat lagura për përditshmërinë, pastaj mora rigon, për nesë unë s'bëj do të parigon. Pastaj mora këtë se nuk vëgjeja të gjizën time, po kjo s'është gjizë, gjithsesi është shumë e mirë kjo. Nuk vëgjeja të gjizën time proteinë. Pastaj këtu ka marrë mish viçi, kalb. Po ka marrë kalb edhe një pak mish të grirë. Ky ishte shumë i mirë, e mora kështu si feta që ta pjekim. Pastaj mora këto që snacksa që han fëmijët pas dite, këtë që është shumë e mirë për gjellë, Miki ka shumë qejf. Një kastravec bio, ta kanë shije më të mirë se ata tjerë, qeset verda. Mora këto cornflakesat këtu që më tepër i përdorin për të bërë chicken nuggetsa, se sa për gjë tjetër. Mora këto si kakaj i shef ndonjëherë, patate, pastaj këtë supën e mora nuk e di kot ndonjëherë për ta kemi për shpejtësi kështu. Mora feta, një që tjetë se dua të bëj këto makaronat kështu me feta. Këto i mora për fëmijët që t'i kenë ndonjëherë, edhe këto i mora për ne ndonjëherë mëngjes për shpejtësi. Një qumë është me pak yndyrë, kjo është gjithmonë për mua. Banane, këto çikita janë shumë të lezetshme. Përsëri jogurt me pak yndyrë, kjo është për mua dhe për Ivin. Ky që është me shumë yndyrë është për fëmijët. Pastaj këtu kam marrë një si tip, nuk e di si është kjo, si sallami thatë, se kam provuar ndonjëherë, por është shumë i mirë aty. Mora panxar sheqeri që ta zjej edhe ta ham me limon. Me fëmijët Ivi se ka qef. Mango, se Miki e preferon shumë këto tomate, që pak të e preva se donte Miki, po do ta laj prap do fus në një qese të vogël. Lule shtrydhe nga këto makaronat e vogla për të fut për të bërë supë. Pastaj spinaci, ky që më ka edhe në sallatë, jo më ka edhe sallatë, është fiks për sallatë. Këto pastaj rucola mix janë pak pikante, kam shumë qefun. Ky është prosciutto sallam pule, domethënë që e moram për të skuqur ndonjëherë mëngjes për fëmijët. Pastaj mora këto makarona integrale si guacka, si pene. Sallat, këto janë shumë të lezetshme se këto mund t'i mbushësh me gjëra brenda edhe ta hash në vend të petës, këto është shumë e mirë kjo. Do thënë, bëhet edhe ndryshe, por bëhet kështu siç tash unë. Pastaj këto për t'ia hedh sallatës, një bostan të vogël, vezë nga këto të edekës, këto janë shumë të mira. U biti më gjemër. Përveç atyre të altit e këto janë shumë mira. Letra duarsh, u shpirë. Nga këto mortadelat, këto të pulës për fëmijët, ky djathi kështu shumë shishëm. Pastaj sallatë jeshile, buk këto patatinat janë shumë të mira. Ja pak të kushtueshme. Domethënë pak më shumë se ato normalet, edhe po janë shumë mirë. Pastaj pjeshk dhe avokado, çka ka më tjetër këtu? Nuk e di. Ndërkohë unë për javën për vete dhe për Ivin bëra këtë bukën këtu dhe për fëmijët se kanë shumë qejf. Kjo është shumë kështu duket, se mos marrëson Miki, është shumë e mirë, kemi hequr vetëm 2 feta, është super e shëndetshme me fibra. Edhe këtë orizin kështu kisha marrë, ky shumë i lezetshëm. Miki, këte i shpirt. Miki po i bie si Magellani. Motra juaj e çoi fëmijët në shkollë, edhe tani erdhi në shtëpi, po merret me punë dhe me drekën. Miki sa vendosa në gjumë, bëra këtë gjizën, kisha qumshtin sot që pa e hapur fare, në fakt kishte ditën e skadencës sot, kështu që çfarë bëra unë? Bëra gjizë, edhe disa mirë që ka dalë.
ka dash super e shishme, tani më thon kulloj edhe i hodha pak zgrip, shumë pak, edhe do e lë në frigorifer, e lashte kjo kupa kështu e qelçit, kjo është një tas i vogël qelçi, edhe ose porcelan, po. Edhe tani do bëj drekën, pak perime për ne. Kaj për drek, u floku im. Dhe kaj për drek më kërkoj mish, tha dua shumë mish, kështu që më tha bëj mish viçi tha dhe mish pule. Kështu që them ti bëj mish edhe të ketë aty. Përveç asaj do bëj edhe atë orizin që është kështu fit shumë i mirë, ai ka shije shumë të mirë, zjen edhe shpejt, edhe bëhet kështu i ndar. Edhe kaq, perimet, gjiza është, pastaj ka frigoriferi pafund, do bëj edhe një sallatë dhe jemi okay gjithë për drekën. Nuk e di sa mund të dëgjohet për gjithsesi. Këto i marinova me shumë erza, edhe këtu kam pak miell, që bëj kaloj tek mielli, sepse kur skuqen i japin shije shumë të mirë, duke qenë se unë nuk përdor vaj shumë. Kam hedhur këtu ndoshta një lugë vaj ulliri ose më pak, edhe kur bëhen kështu nuk duken shumë të bukura nga ngjyra, me thënë drejtën kur i merr në video, por kanë ngjyrë shumë të bukur, kështu si në shumë të pjekur. Edhe kur i bëm kështu me miell, marrin një shije shumë të mirë edhe me erza. Tu kam mishin e viçit që po e lë pak të shkrik. Orizi këtu po bëhet edhe perimet janë gati. Ndërkohë lava dhe sallatën dhe po e pres që të thahet. Kjo është shumë e mirë, këto janë pikante, këto rukolat edhe kanë super shije që të gjitha këto. Doja fillimisht i bëja në air fryer këto mishin, por nuk e di sa do i bën shumë mirë, po prapë sikur i thani, bën pak më të thata. Ndërkohë ka filluar të dalë një herpes, nuk e di pse. Gjithsesi. Sot nuk jam gjendje të mirë për mos skandalozen. Filafi doli fantastik. Po e fik një herë, këtë filafi doli shumë i mirë. Kjo është e imja, kështë e Ivit. Siç u kam thënë me 500 herë, me miliona herë, që e gjitha rëndësia apo thelbi i së gjithës është që ju të keni kujdes me sasinë. Pra, shihni sa pak e kam hedhur unë Ivit, ndoshta një grusht i vockël edhe testime, sepse normalisht do shtojnë gjërat e tjera. Siç ju kam thënë, mund të hani zhëndetshëm, por duhet keni kujdes sasinë se sa konsumoni, sepse ajo e bën gjithë diferencën. Janë pothuajse gjitha gati, vetëm këtë mishin e viçit po presim këtu që donte kaj, po ta lë të ziejë edhe pak. Tani me qenë se jemi këtu, këto nuk kam përfunduar ende, po ju tregoj pak a shumë. Pjata ime ka përfunduar një herë. Këto janë ato që unë do konsumoj. Siç e pa, të gjitha janë pothuajse pa vaj, edhe sallata dhe sasia kjo është mjaftueshëm. Kjo është një si tip kështu bowl, e keni parasysh, edhe nuk është shumë e madhe, por që për mua është perfekt për vaktin e drekës, atë ha më tepër nga të gjitha unë me sasi. Tani, kjo pjata këtu është pjata e okit. Jo, kjo është pjata e mikit. Kjo ka dhe pak sallat. Miki ha çdo lloj gjëje të mundshme, për shembull orizin, aty ka pak djathë të fshehur, tomate, avokado, tu i kam bërë avokado dhe copë dhe pak vogla, karrota, brokoli, lule lakër, mishin këtu, siç e shihni. Kjo pastaj këtu është pjata e kajit. Kaj nuk pëlqen domatet edhe nuk i pëlqen brokolin. Ndërsa këto të tjerat pastaj i ha dhe do të shtoj edhe pak mish viçi, meqense ai i kërkoi të gjitha sot. Kjo pastaj është pjata e Oktavjes. Edhe Oktavja i ha të gjitha gjërat, nuk bën naze as pak në çdo lloj ushqimi. Kaj bën pak naze në tek tuk në një ushqim, po tjerët i han. Kjo pastaj është pjata e Ivit, që duket kështu, do të shtoj edhe gjërat e tjera normalisht, edhe them të shtoj edhe pak nga imi i shëviçit, që po bëhet sepse nuk besoj që Kaj të hajë të gjithë sasinë dhe unë nuk dua që të ha sepse më shkon më tepër se ç'duhet të ha. Vikti shtova edhe pak gjizë dhe do të shtoj pak jogurt këtu se ka qejf, po kur të vi atë sepse nuk do dhe një orë i vit kështu që nuk dua që të përhapet aty. Po, mam, të vëdjesh mam. Po e që një mam? Miki, hajde më shtë na vete vonë. Ma bën mua se nga që po frynë erë. Të thoni jo pse me gju për shumë ftohet. Pema! Po bravo! Hajde! Hajde shpirt! E mira është mos i thuash bravo, po ne jemi mësuar me fjallën bravo. Hajde zamër! Sot se e duak të njeri. Hajde! Jeta mamit vetë. Opa! Sot në Amazon, erdhi sot do me thënë, kjo tavolina këtu, sa po e montova është akoma me kështu gjërësh. Ndo një material wow, nuk është se i ishte, por që, okej, e mora për fëmijët që të ulen të hanë bukë, se ndonjëherë uleshin të kjo e vogla, edhe të kjo e madhja, edhe doja që të kishin një ekstra për këtë punë. Kishim njëne, por kur e porosita unë këtë, pasha të tjetrën. Edhe kur kujtova pastaj këtë duhet ta kthej e vet, ku di unë me budalliqe në kin edhe tjerë, kështu që nuk e kthyem, e mbajtëm, por
Tërta e miki që ja mori Ivi për 18 mujorin, kemi marrë 18-ën. Gjanë si ditë lindje, si 18 vjetor, po nejse. Hajde mi! Shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime për Miki, shumurime për ty. Bravo! Miki! Bravo! Miki, bravo! Mëngjes! Unë sa qova fëmijët e shkollë, njërin kopsh, njërin shkollë, edhe ta di do iki për vete në punë, edhe unë isha shumë për gjumër, shumë për gjumër sot, po qa do bëjmë, duhet t'ikim, jeta vazhdon. I lash të dy, shoqyrë që ikin të dy pas një kështu problem, se vallaj nuk e di si do bëja. Këto nga fusi që janë shumë të mira, si ri-aplikojmë edhe një herë. Sot jam thjesht në punë, si gjithmonë pas ditëve, nuk e di se çfarë do bëjmë sepse po mban koha e mirë këto ditë dhe do ta shfrytëzojmë. Nuk e di pikërisht sot apo nesër, pas nesër ditën në vazhdim, por që sot nuk e di, Ivi po thoshte që të dilim të nxjerrim fëmijët nga një park, nuk e di si do jetë koha. Gjithsesi se koha këtu ndryshon kështu me minuta, se orë shumë. Gjithsesi ne do të shihemi bashkë pak më vonë, sepse unë do ikim punë siç thash, edhe kalofshi një ditë të bukur. Dhe do shqipi pra për një sekond. Erdha te puna tani. Këtu s'kishte vend fare për parkim, gjeta një parkim këtu para kopshtit. Shpresoj që jo, nuk është se është gabim këtu, po nuk është se është vend tamam i përshtatshëm. Nuk është shumë vend i mirë. Gjithsesi kam këtu kafen që ma ka bërë zemra ime Ivi që në mëngjes me shumë dashuri. Edhe tani do iki, do gjej çipin që gjithmonë është një moment fundit. Nesëm, raqe. Rumam tani ikim në shtëpi. Erdha në shtëpi unë, direkt, ju futa punës, po që këto gjërat këtu. Lava bufejnë komplet, enet edhe gjitha, edhe them përgatis pak si kjo është për mëngjes, po do marr pak si kjo edhe pak tjera, t'i bëj gati për dark që të haun edhe Ivi. Se si thash, nuk e di pse ne nuk na shijojnë në mëngjes këto që janë për mëngjes. Gjithsesi, me gjëra tjera shkojnë shumë. Ndërkohë Ivi po bën kopshtin, me zor përpres na vijej roboti i barit, që mos lodhemi më me këtë. Se po lodhet Ivi sot. Kush bari? O mami. Hello to Doven. Hello Doven. Është ajo oma Gizel. Gizel. Gizeli. Përshëndetje nga një tjetër ditë, nuk e di sa 500 ditë kanë kaluar nga momenti i fundit që kemi folur. Por ne sot, si ditë pushimi që ishim, do të ka kaluar po, dje isha në punë, dje në punë, po, 3 ditë, 2 ditë, 1 ditë më vonë. Sepse nuk e mora dje se s'kisha që t'ju tërgoja në një gjë interesante. Nejse, shkuam të... Erdi shefi. Ba, hape? Hape? Që ti bëj mami? Hape? Shkuam sot tek Primark, se kishim për të quar disa gjëra që nuk na bënin, edhe që morëm fëmijëve dhe sa u pendova që nuk mora disa gjëra të bukura tek Primark, se tani i bleva pothuajse të gjitha rrobat dhe nuk dua të blej më se ju e dini sa verë ka këtu dhe ato që kemi marrë vetëm për Shqipëri. Kështu që ishim aty shpejt tash, po marrë disa gjëra të tjera, pse jo? Morëm të kapelen e thjesht, shumë të thjesht për Ivin, që ta ketë një në makinë, një tjetër ta ketë ku di unë valixhe, një ta ketë në shtëpi, që se na duhen tani për diellin sepse është i fortë, domos për Shqipëri flas, no? Tani, ishim bërë disa gjëra, unë mora një fat BH për veten time, kështu shumë bazike. Recipeta do me thënë. Mora këtë bluzën, sa e bukur është. Unë edhe vija t'jemi një lonë. Historisht është tje. është prova bushinën. Shi sa e bukur që është kjo. Material pambuk edhe ishte vetëm 3 euro nga 15.
Sa më pëlqeu, shumë e bukur. E mora se normalisht këtu e dini që ka më shumë ndihmër. Gjëra më shtrenjtë që bleva unë tek Primark, imagjino kur është kjo më shtrenjtë, sa të lira gjërat e tjera. Ishin këto pijama, të bukura që janë, kishte lloj-lloj, po kishin shumica ishin sintetike dhe nuk i kisha qef, po këto ishin 50% duke pambuk. Dhe ishin shumë të bukura, shumë të lezetshme, pëlqyen shumë dhe materiali. Unë që t'jap një ujë. Wow. Shkatrua shtëpia. Tani i bleva këtë bluzën. Kjo është kështu, tip edhe kjo. E mora për plazh këtë. 1 euro ishte kjo. Ishte bërë 1 euro nga 8 euro. Shihni sa lezetshme që është. Kështu ta kem për plazh këtë extra smalli. Me pak pantallona të shkurtra, kështu ngjan cute, ngjan e lezetshme. Mora këto streqet për veten time, se kam shumë qejf këto lloje kështu. Mora smallin, se unë baj smallin, mund t'i merr edhe ekstra small, po thjesht do ngushtonin shumë. Se mund t'i merr edhe ashtu se kam prerje goxha të madhe. Kështu që mora këto që t'i kem për plazh, me një bluzë sipër edhe këto dhe jemi në rregull edhe për shtëpi këtu. Se unë i mbaj shumë, i kam shumë qejf dhe Primark ka goxha material të mirë të këtyre. Do thënë pak najsa shpesh i laj unë, ato janë okay. Dhe gjëja fundit që mora te Primark ishte ky krahëri me stitching për besat, se ato e kanë fiksim stitching. Javë, do thënë do vim vetëm gjëra që ne kemi porositur për pushimet. Pra, ne menduam se ato që kishin do na mjaftonin, por kurrë s'mjaftojnë. Bëm një porosi tjetër tek Shein, një tjetër tek Temu, me kështu budalliqe, shumë budalliqe të vogla, po që na duheshin. Nuk mora shumë, se normalisht ka filluar tani që të kujdesem shumë për ato që do marr dhe përfitova goxha ulje atje si gjithmonë tek Temu, edhe tek Shein. Mora dhe disa rroba tjera që erdhën tani që nuk e kishin për vete, kishin për njerëzit. Edhe kështu në përgjithësi. Tani unë do bëj drekën, do bëj kështu mashurka për drek me mish viçi, që vëzë uaj. Shikoni me çaj nga pak flokët, me çorapin e Ogit e kam bërë kështu nga brenda. Nëse se s'pëlqej listë tjetër. Këtu po bëhet nami, është shkatruar çdo gjë e mundshme. Vajta tek Tedi mora Okit si këto që të ngjyros, këto të lajët e vogla kështu. Morën plastilina që Oki mbaron dhe shihni si e ka bërë këtu kudo. Edhe çfarë morëm? Po, kjo ishte full me ruaza kështu që t'i kaloj poshtë për motorikën fine. Morëm gjëra shumë të bukura tek Tedi që të kalojmë pas ditën. Do përgatisim drekën tani, unë në çdo gjell, në çdo hedh një thelpi hudhër. Qenë shumë, përveç shijes edhe për vlerat që ka hudhra. Tu kemi pak a shumë, do shtoj edhe pak domate dhe nuk e di po gjeta në një perim tjetër aty brenda. Nga gjërat që nuk mungon asnjëherë, do të thënë nga gjërat që s'mungon asnjëherë tek gjella që unë bëj në treg është janë thjerrzat. Këtu kam përzier 3 lloje, kafe pak më pak, portokalli dhe këto të verdha. Aku jemi prap këtu me grupin, me drupin, si thonin fëmijët kur ishin të vegjël. Edhe jemi duke shkuar tek Rossmann, sepse do blej unë gjitha ato gjërat e mia që dua për me vete në plazh dhe ato që më mungojnë. Kështu që do t'i marr të gjitha ato që më duhen. Nuk e di, besoj se do shkojnë pak, sepse kam shumë mangësi që dua me patjetër që t'i blej. Po lidhemi, do ikim, edhe kur të vim do ja u tregoj të gjitha gjërat. Çfarë bën më zemra ime? Hajde këtu mamush, mbaruam po dakik, morëm disa gjëra shumë të lezetshme, fakt edhe normalisht jo të kushtueshme. Tani që kujtova, na duheshin disa bluza të bardha për tek puna, për fëmijët dhe harrova t'i blija. Jo, nuk vrapojmë, këtu ka i Oki, jepja dorën motrës. Ka i, Oktivia, jepja dorën vllajt zemër. Qysh tani erdhëm tek Rossmann. S'kam ditur që kjo është dhe ojcerin që nga këtu tek Rossmann. Për herë të parë i bashkëtos. Prova këtu tek Rossmann, të gjitha ato kushtuan 170 e pak euro, por kisha si gjithmonë aplikacioni dhe kam si gjithmonë shumë ulje, mora diku tek 23 euro ulje. Pyeta direkt aty gjatë ChatGPT-n që cilat ishin kremrat më të mirë për fëmijë.
Shko tani direkt. Më sugjeron domethënë kremra të mirë dielli për fëmijë dhe më nxori një nga ata që ishte aty tek Rossmann, sepse nuk doja të shkoja ekstra në farmaci. Më tha ky program ky Yuka që kam treguar unë ky aplikacioni, por nuk e mbaj mend se ku e bëra screenshot-a, ja dërgova Ivita, nuk mbaj mend, edhe nuk po e gjej ato dhe nuk kisha kohë që të merresha. Arsyeja kryesore që vajta tek ishte për këto streçet për Kain dhe për Rokin, i mbaj në shtëpi se normalisht nuk është gjithmonë vap, për shembull si sot që mund trime të shkurtra, edhe i mora këto që ti kanë goxha në fakt, po Kalbi nuk ishte tuta për gjumë, edhe Kalbin i griz gjithmonë pijamat e veta sepse këto janë total bazike fare, po i mora një 6-7 palë. Po e nis pa humbur kohë me këto gjërat nga Rossmann. Tani ka marr këtë biberonin që është për Mikin, do thonë ju pse. Në Mikin natën ndonjëherë më shumicën e kohës gjohet për të pirë ujë dhe ka shumë bezdi kur pi me gotë ose kështu sepse normalisht është për gjumësh. Edhe i mora këtë për natën sepse kisha një rezervë, provova me atë i pëlqeu, edhe të pi kur është kështu si për gjumësh. Ai as 10 ml, 20 ml pi, por që ta ketë këtë ja mora pak më të vogël, domethënë 6-18, Miki është 18, po sepse nuk dua që të jetë nga ajo që nxjerr shumë sasi, sepse ai thjesht do të pi pak. Mirë është që mos përdorni kështu biberona gjë, por është e pamundur, ai e do se s'bën pak ujë natën, edhe e ka shumë bezdi me ato shishet se është normalisht për gjumësh. Do zgjidha shumë me këtë nejse. Mora këta sapunet e thjesht kështu, ja marr gjithmonë për vjerën, sepse ajo i ka shumë qejf për të larë rrobat, kështu gjërash. Edhe me dorë normalisht para lavatriçes. Mora furça dhëmbësh për ne dy bashk. Për në plazh, andej unë përdor këtë Meridolin, më pëlqen shumë nga këto të Rossmannit. Un kam të timen elektrike edhe putin nga salla. Po ju thoja, tek Rossmann këto janë furçat më të mira ndonjëherë, sepse janë shumë buta dhe lajnë shumë mirë. Mora këto për fëmijët, 12, mora edhe për Mikin, nuk e di kush, ndoshta nuk është e kjo. Siç pat faturën, siç ju tregova për faturën. Tani, për këtë Ladivalin thoshte që ishte shumë i mirë, shumë i mirë. Mora këtë Ladivalin kështu, 50 plus edhe ky. Edhe thot alergishe hau, të 3 fëmijët e kam pak delikate me thënë të drejtën, edhe shpesh herë edhe skuqen, kështu që nga alergjire të gjërat të ndryshme, kështu që i mora këtë, edhe si thash më tepër dhe për Ivin. Tani, mora këtë për fytyrën nga Lavera dhe kjo më duhet ishte një 7 euro, më duhet ishte e tillë. Supozohet që është shumë e mirë kjo. Tani të shohim. Mora këto qerpikët për veten time. Po ju thoja, shkëputi nga sallat për të 500 herë. Mora këto qerpikët unë që janë për të ngjitur, kështu janë tekta, domethënë me tufa të vogla dhe kanë edhe të përfshirë ngjitsin. Këtu nuk e kam provuar ndonjëherë, po thonë që janë shumë të mirë këto. Pra këtë kremin nga kjo Altera për trupin, që ta kem këtë. Unë kam dhe një tjetër që kam nga Goody Box, kam provuar ato lapsat. Edhe përveç atyre thashë të merr edhe këtë. Mora këtë shampull nga Elvitali, e kisha harruar që e kam pas përdor një herë dhe ka qenë e mirë. Edhe meqense po kërkoja një krem atje, pash këtë edhe e mora. Qese pafund për në shtëpi. Mora këtë, zohet që shumë e fortë edhe ultra strong thotë jo power hold. Edhe shpresojmë të jetë kështu, po e mora kështu version të vogël. Këtë më duket kushton gati 3 euro, kjo ose 2 euro gjys, që ta kemi vete për pushime, se normalisht atje kështu do i mbaj flokët shumicën e kohës kaçurela, siç i kam. Mora këtë Elmexin për ne, që ta marrim me vete. Pastaj këtu janë gjëra që i morë për vetulla edhe për ndonjë ushqime të padëshirueshme. Ju e dini që unë ka përdorur lazerin, po tek tuk na duhet ndonjëherë. Këto llumbace që më duhen për një reel që do bëj tani, mos i shihni këto girl, it's a girl, thjesht e mora se ishte me ofertë, por mua më duhen për të bërë një reel për të qeshur. Kështu që po i heq këto. Prit, pas kam këtu këtë, ja u kam treguar edhe një herë këtë knajp, që është shumë i mirë, e përdor për tani në verë sidomos këtë, edhe në dimër në fakt shumë i mirë ky, për buzët që edhe të hidratohen edhe të rinë kështu me pak zgjyrë. Vazhdoj, mora këto sepse unë nuk do kem shumë kohë si dhe për qerpikët. Nuk do kem kohë, ne do shkojmë direkt në Greqi dhe nuk do shkojmë një herë në Shqipëri dhe pastaj në Greqi. Kështu që në Greqi nuk di ku t'i bëj as thonjt as dhe nuk dua t'i bëj këtu. Këtu do bëj vetëm të duarve para
paracetikit të këmbëve jo. Kështu që thash ti bëj me këto. Edhe mora një kështu dhe një të bardhë që ma ka marrë Miki andej se po çante. Tani ka marrë këtë cekitën, ky cekito është për insektet. Edhe me këtë lyes që kam përdorur fëmijëve që kur ka qenë kaq shumë i vogël, kështu që e kam testuar dhe është shumë i mirë. Një tjetër që është super i mirë është ky. Ky është roll-on, e keni parasysh kështu si roll kur fëmijët e ka pickuar për shembull moshkonja e bën me këtë dhe e freskon, është shumë i mirë. Kam shumë qejf dhe këtë e kam provuar, nuk i bën alergji asnjë. Mora këto lapsat, një është nga Maybelline që marr gjithmonë dhe një ishte nga si kishte kjo? Catrice. Janë të lezetshme edhe këto nga Catrice. Paka shumë ngjyrat e njëjta janë. Këto më duhet edhe një lip kështu, por harrova ta merja. Pastaj mora këtë masken nga L'Oreali të Elvitalit dhe kjo, po nuk e di se si do jetë, se kam përdorur ndonjëherë këtë. Po e mora që për kur më thahen flokët nga fundi. Tani mora këtë vaksin për kur kap flokët kështu të tërhequra. Unë i zanën e urrej, do më thë si markë, është nga markat që unë urrej. Por, duke qenë që unë nuk është se jam shumë fan se në përgjithësi e këtyre vakseve që të tërheqin flokët, do më thënë të ngjisin flokët, thash për marrë njërë këtë që ishte një 2 euro e pak, që mos të harxoj shumë ato tjerat, edhe në qoftë se më pëlqen ose nuk më dëmton flokun, mund të marr ato tjerat. Kishte aromë të këndshme kjo. Gjithsesi unë do e përdor shumë pak se nuk dua ta dëmtoj flokun duke e tërhequr me këto edhe duke e ngjitur gjatë kohës. Nuk është se më pëlqen shumë, por që thash ta kem njerë ta provoj, ndoshta për ndonjë tek tuk. Gjithsesi siç ju thash, Isana nuk më pëlqen fare si markë edhe nuk e preferoj fare. Mora këtë vazelinën, nuk e kam përdorur asnjëherë dhe nuk përdor vazelinë, por e mora këtë për një Instagram reel që dua të bëj dhe ajo është për humor. Gjithsesi, për besoj ta hedh, do e përdor për shputat e këmbëve. Mirë mami, do ta përdor për shputat e këmbëve. Tani mora këtë përsëri për fëmijët që ta kenë alternativë për pjesën e këmbëve, të kurizit, të duarve, edhe ky Sun Ozon është i lezetshëm, edhe më pëlqen edhe ky është për kështu në qoftë se ju bën alergji. Tani kjo ishte një nga ato furçat që ju thash që marrim me vete. Mora këtë që nuk e kam përdorur ndonjëherë, nga kjo Jane and Lean, nuk kam përdorur produkte, kanë të mira, po këtë asnjëherë. Curl Me Up e ka kjo për kaçurela. Nuk e kam provuar, e mora një herë për veten time, se siç thash andej do i mbaj vetëm kaçurela, flokët e të kapura. Okej, mora këtë për Mikin, mora këtë nga Hip që është Larës, e kam shumë qejf këtë sepse është si shkum edhe përdorim për tek duart e fëmijët. Mora këtë pastaj kjo Hawaiian tropic. Ku më zemra ime? Po jet. Hapi, ta hap mami ty këtë? S'po më lë njeri, se këto ja mora ka Mikit, nuk e di ju thash apo jo. Edhe mora këtë pastaj për veten time, edhe ky është më tepër si locion kështu, edhe glowing thot protection. Nuk e di se sa i mirë do jetë, po që tregojnë që ky është shumë i mirë me kështu shea butter dhe vitamin E. Besoj do jetë i mirë. Gjithsesi do ta provoj, do ju them për këtë, po kur t'ikim. Ne mora këtë lipin për fëmijët që ta kenë më tepër për oki në fakt, kur i thahen ndonjëherë buzët, pastaj siç thash, këto sapunët janë për vjerën, nga Isana dhe këto, po siç thash ajo i do për rrobat. Mora këtë për pushjen e fytyrës që i përdor dhe i kam shumë qejf. Kjo është një vrasë mizash. Tani kjo ishte fatura. 152 kushtuan këto me ulje dhe çmimi ishte 170 siç ju thashun. Por marr gjithmonë normalisht në aplikacioni plus po. Këtë morëm për miza, kur na vin këtu tek shtëpia është dhe me zgjatus. Ishte lezetshme kjo me thënë drejtën. Tani nuk e di, ja u tregova të gjitha ato që kisha marrë edhe gjërat e tjera që nuk ja u tregova këtu. Personale të trupit tim. Edhe kaq ishin. Këto nga L'Oreali për Ivin, se ja kisha ruar të tregoja këto. Deodorant pafund, të ketë makinë, të ketë në shtëpi, të ketë në çantën e punës, në punë, kështu që po marrim gjithmonë, blejmë gjithmonë. Këta janë shumë të mirë, kanë aromë shumë. Në, mirë jeta ime. No. Tu prap. Ne këtej vazhdojmë me valixhet që nuk kanë fund. Kam këtu 2 tableta që i kam dhurat për mbesat e mia. Ato janë binjake, kanë deklinë tani 26 qershor. Normalisht unë nëse do shkoj një javë në park korriku do e jap atëherë, nuk do ja nis. Edhe kam 2 tableta, një për njëri, një për tjetrën. Njëri është me tastier, njëri është pa tastier. Edhe i ndrojnë ato me njëra tjetrën. Ata që kemi bërë ne atyre të dyja, kjo çfarë është kjo?
Ai me Flor. Kjo është dhurata që kemi bërë atyre të dyjave për 12 vjetorin. Këto i kam gati se do t'i fus në valixhe dhe mbani mend që ju thash që ky aplikacioni Yuka që më pyetët tek video e fundit se si quhej, keni shumë të drejtë, unë kisha harruar të vendosja emrin, kisha prerë pa dashje edhe emrin ndërkohë që po bëja që kisha prerë atë foton. Gjithsesi ju ndjesuni e shkruajtë gjithsesi në komente. Gjithsesi 15 herë. Mirë. Tani, ju thash që ai aplikacioni më sugjeroi një, por unë nuk e mbaja mend se cili ishte dhe e pash e kisha bërë screenshot. Edhe hyra dhe ishte ky Ladivali, domethënë edhe ChatGPT-ja më pas ka thënë të njëjtën që më tha ChatGPT-ja në fakt më dha disa opsione, më tha dhe La Roche-Posay, ne kemi pas përdorur atë La Roche-Posay vjet par vjet, domethënë shumë i mirë ka qenë, ka pëlqyer shumë, po unë e kisha shumë bezdi se ishte shumë i hidhur, domethënë ndjej shumë. Tani ne përdorëm pak këtë tani që dolën fëmijët jashtë. Unë përdora edhe tjetrin që kam blerë që s'është këtu. Dhe si përfundim morëm dhe një tjetër, shkoj e mori Ivi dhe një tjetër që ta kemi për andej. Ky kushtonte, domethënë për sasinë që ka kushtonte 18 euro, po që është shumë i mirë. Kështu që këtë morëm xhan shpirt i vogël, e di që do mbaroj shpejt, po s'ka problem, si ka të bësh punën tënde. Edhe ky ishte goxha i mirë, këtë e përdora unë në fytyrë. Pastaj këto të dyja s'ka lidhje këtu, por që janë pa dashur pa kuptuar. Dhe ky ishte shumë i lezetshëm. Zakonisht to si sprej nuk sugjerohen për punën e mushkrive tek fëmijët, por normalisht unë i përdor për pjesën e këmbëve, e sprucoj nga këmbët. Edhe është goxha okay sepse du të kesh shumë lloje për mendimin tim, se ndryshe e vështirë muhabet. Jesh i po një të lutem? Ora kemi shqipe këtu apo jo? A vjen një mamit, kam zemër. Në vaktin e të mdojqe? Herr Fuchs. Sie haben auch Fisch gekauft, wie ich sehe. Bei mir hätten Sie bessere bekommen. Auf Plastik. Stück Papier. Po këtu për trek, bëm këtë super gjellën tonë me bizelet që ruan fëmijët, që ishin shumë pak me të drejtën as një grusht, por doli shumë e mirë, si gjithmonë me 3 lloj thjerzash, 2 lloj patatesh, mish viçi, kunguj, speca, domethënë çfarë nuk ka brenda dhe shumë e shijshme. Miki sa po mbaroi së ngrënë. Mirë mëngjes nga një tjetër ditë. Ne dolëm tani u bëm pa gati, unë kam kap flokët kështu pak thjesht, po ky modeli kështu është i lezetshëm. Thënia dhe mia everywhere. Do luaj flokët para se të ikim në Greqi. Po do ta ulësh pak fare se ka copyright. Edhe po, ne tani do dalim me këtë zhbëqillin tim këtu që pi vetëm ujë non stop pa e sap. Do ikim se kemi një kështu kontroll rutinë në Bremen. Edhe pasaj do vim në shtëpi. Nuk e di çfarë do bëjmë, një gjë tjetër interesante, po kemi vendosur mos të bëjmë blerje. Ti hapim fund një herë mirë blerjeve, se gjysmë zgardha akoma në shtëpi këto që por s'do laj. Po bëjmë iki haj. Edhe kështu, gjithsesi do të shihemi më vonë. Sa të mbaroj Ivi ato të vetat. Oh. Na. Jo, po di unë marr vetë. Kjo është e mikit. Haj. Ai jemra më. Merë të dora po deshe. Jepa një. Po bëj këtë date me shokun tim të vogël sa të vi. Është akoma këtu duke ngrënë gjën e vet, ushqimin e vet dhe nuk po lëviz, po pi nga ky biberoni ujë që i ka marrë me vete. Kur dalim i marr këtë që i bleva që u thash ju për natën, sepse ka më kollaj. Edhe nuk po hemi kështu me ujë me gjëra rrugës, se kur bi vet normalisht laget pak. Edhe po atë nuk ka lëvizur fare, mundohet të bëj muhabet me mua të më thot ndonjë gjë. Edhe po presim babuj që po dalim xhiro këtu te reve. Jo mami, se këtu ishim ulur tek një furbuke. Po.
Tani do t'i shkoj nga mbrapa se do marri dyqanin komplet. Hapi? Nuk hapin ato. Nuk hapin. Jo, nuk të pëlqen që kemi marrë. Erdhëm në shtëpinë e Sefrit, i Sufi Amuni, në përshumës. Beshaka. Tani, ishim te krevene dhe mora disa gjëra me qenë se ishim, se në fakt nuk do blija asnjë gjë, po me qenë se u futa, mos dilja dorë borë se është gjuna. Tani, mora këtë Swiffer e ka kë? Po. Nëse, mora këtë sepse unë e kam blerë një pako të këtij, po e kam blerë pak të gjën brenda që. Po njëvet mundësia blie prapë. Mi të thash se s'kishte mos i ato. Nuk e kam këtë unë, nuk e kisha këtë gjën. Edhe doja ta provoja. Ka një tjetër, kjo vetëm se ka një aromë shumë, domethënë ndjehet shumë aroma. Kam një tjetër, unë besoj se përshtatet dhe me atë. Besoj se po. Se njëjta është thjesht e verë. Edhe nuk ishte i shtrenjtë, ja 3 euro pak më duket ishte ky, po e dua për plurat kështu në përditshmëri. Pastaj këtu ka marrë një kështu magnezium, se këtu e ka fokusin kjo për veten time plus kalcium. Kur bëj stërvitje unë më kap ngërçi me zi ngrihem. Është një stërvitje, një lloj ushtrimi që bëj unë dhe aty më kap shumë ngërçi. Edhe thash merja një si kjo. Kishte edhe një që ishte ekstra për sport, magnezium ekstra për sport, po se si mu dukaj. Se si mu duk në një moment. Mora njerë këtë se nga kjo firma këtu doppel herët se kam provuar, edhe thash ta provoj dhe këtë, domethënë kam provuar gjëra tjera nga kjo dhe thash marr këtë. Unë kam një magnezium që e kam marrë që kur kam qenë shtatzën me mikin, që se përdora asnjëherë, por nuk doja të merja atë, thash merja këtë me qenë se është e kompleks vitaminash me kalcium, dhe fresh, etc. Pastaj mora këto për mikin që ti ketë për rrugës. Ky është biberoni i mikit. Mora këtë, ishte për krypën, kjo ishte 1 euro, te këto gjërat 1 euro është atje. Ishte shumë e bukur kjo, krypën, kjo është për sheqer, në fakt, po unë do ta përdor për krypën. Sepse dua që e kam në një kështu si vaso dhe thash ta hidhja këtu, se është interesante, pse jo. Edhe ishte qelç, nga që ishte qelç që mora më tepër. Pastaj, mora këtë, kjo është për shembull e keni parasysh, jo vetëm, por unë do ta përdor për atë, për të hedhur atë për bërjen e krepave këtu, për të bërë ndonjë dekor të bukur fëmijëve tek ajo gjëja. Interesante, kjo 1 euro ishte. Edhe këto qeset pasaj 1 euro që janë për të futur ushqime në grirje, unë e marr kryesisht për mishin. Fut mishin këtu dhe rri shumë mirë. Se gjëra të tjera s'para fut në grirje unë. Mora këtë, nuk e di kote mora këtë, se unë kam të atë që mora tek temë kështu, po kjo është sigurisht si më praktike. 1 euro ishte e mora. Mori Ivi pastaj këto, edhe këto që na i hapi tani për t'i ngrënë. Me ato Ivi na mori dhe këto. Kjo Tartex e ka kjo. Është kjo gjëja këtu, vlem edhe këtë. Okej, këtu e ka fokusi. Edhe kështu. Njëherë tek puna Ivit i kishin ardhur disa kështu nga këta nutricionistët edhe ja kishin sugjeruar këtë, që është shumë e mirë, edhe normalisht që po, nga këta këshilluesit e kështu në quhen nutricionist shqip. Edhe të kishin thënë që ishte mirë vrazhur më këto. Edhe kështu që e morën, po kishte vërtet që shumë të mirë. Pastaj gjëra femrash. Po jo tregoj, mora këtë qumshtin kot për mikin rrugës, ta provonte një herë, meqense se ky është për fëmijë mbi 1 vjeç, edhe miki është 1 vjeç e gjys. Edhe e piu miki, e pëlqeu. Po, edhe ky që kemi në shtëpi e pi, e pëlqej. Tani mora këtë, kjo është tip maja e përgatitur, e keni parasysh si quhet brumi i ardhur, dëgjoni si quhet në shqip kjo? Ti vjen se na ka ardhur. Brumi i ardhur. Ti vjen ti brumi sa ka. Mora 2. Ta provoj një herë se kjo thonë që është shumë e mirë. Është më e mirë se majaja. Mund ta bësh vetë këtë, po kush e bën këtë vetë, un po e nisa do ta harroj. Ka këtë gjën këtu, se un kam ato letrat, po fokuson kjo. Mora këtë për aromë kur lajm për shembull këto në një pecet, në një gjë që janë ose peshqira që të mbaj pak më gjatë aromë. Pastaj këto i ka marrë Ivi. Çka kemi marrë tjetër asgjë, këto i mori Ivi, kështu. Po dhe këtë të lezetshme të kështu që i mora unë për mikin. Lezetshme janë, këto janë shumë të mira kështu për fëmijë dhe janë pa kripa asgjë.
Kështu, tani unë do bëj drekën që do bëjmë sot për drek? Do skuj ca kunguj si me miell, me kështu me vezë, me gjërash. Edhe do bëj pak makarona integrale për fëmijët. Do shta bëj këto si guaska. Të guaskat. Ka shumë që ka ngjerë frigoriferët, me sa. Kështu mendon ti, frigoriferi është gjithmonë plot. Jeti gjithmonë futet në frigorifer, mendon se frigoriferi është bosh, kur vjen darkë ose u kam bërë 500 lloj gjellash. Thot, si ka mundsi, ku i gjete këto? Po ti e shikon frigoriferin bosh. Sa më pak material të kemi, aq më shumë gjëra të shëndetshme. Fik. Pasi slozër. Edhe pasi slozër. Edhe unë për shembull, ne femrat kur shohim frigoriferin, ku di un vezat jati qumshti, kurse meshkuj për vendimin tim pak të nivi është kështu që ka aty djath, ka prosciutto që të bëj tos. Po s'gjen ato të dyja, këto të tjera nuk sjellin asgjë, nuk bëjnë asgjë. Nuk e divi që unë me vezë qumë është, edhe pak gjallë, po do bëj një pastiço për qejf. Kështu që po makarona ti kam, se kam të jo në këtë, çaj thon ti. Nuk ka shpivo makarona. Frigorifer fix, u ka shtëpi shqiptare makarona. Nëse i kam tani të bëj këto, ti lëm llogjet, të bëj pak drekën edhe pastaj do ikim të marrim kalamajat. I pari, i dyti, se bëjnë gara ata, kush këdo marrësh parin, këdo marrësh dytin. Nëse ika. Do iki tani të marr kalamajat. Edhe do marr një kajin se Oki do të rritë kopshti shumë gjatë. Madje sot nuk doja që ta çoja, as unë as Sivi nuk donin fare që të shkonte, sepse do ka rënë zgjebja duket tek kopshti i tyre. Jo më duket, po kështu na erdhi emaili. Edhe ai fëmia që e kishin heqë, kishin izoluar, po prapë është ai meraku. Edhe nuk donim, edhe ju lutëm që të rinte në shtëpi dhe nuk rinte, vetëm qante, kështu që unë fola njërë me atë lajt, do më thënë atë udhëheqësen e kitës, për t'i thënë asaj që është e rrezikshme, po të vi se kisha si me merak. A dhe tha, unë i kam quar fëmijët e mi dhe kur kam pas raste. Aman se kam shumë frikë, jo për gjë, po jemi dhe para pushimeve, ato ngelen si shenja, se nuk ka problem se do e kalojnë, se të gjithë fëmijët, jo të gjithë, po shumica e kalojnë. Këto sëmundjet që janë kështu të paktën një herë i kalojnë. Po problemi është dhe jemi dhe para pushimeve, nuk dua, nuk është momenti. Por shpresoj, murojmë që mos të jetë fat. Mora njeri unë tim të preferuar, shiko si më ka po jeta ime, që është si enciklopedia, shumë gjëra di. Dua shumë. Ka? Dua shumë. Shumë. Ka shtiftish. Të shtypish të Lena? Kemi ndaluar këtu se na ka zënë kjo makina rrugë. Mirëmëngjes. Me këtë zemrën time po ikim në shkollë për herë të parë në këmbë sot, sepse ka kërkuar Kai dhe kush ja mund t'ja prish. Se Kai ka shumë qejf që t'ik në këmbë në shkollë. Zemra ime. Nu hajte. Vetëm sa. Ditë sa kemi. Zemra ime është aq i lumtur, më thot mua. Gjojnë e mi thot duan ta bëjnë këtë çdo ditë. Ja dhe Lule shtrydhja që merr shambull nga vllai. S'mor mas kokoren, po nejse do ikim deri te makina me këtë. Mama, it's kanda salajme. Tani po dalim dhe ne të tre. Që i hoqim qafat ato dy. 5 tish për euro. Mirë të veza park. Se do marrim mish edhe do ha mëngjes me Evi se nuk kemi ngrënë ende. Hajde jam. Shpi kanë ardhur 500 pako mezi po pres se t'i hap, por do iki të marr fëmijët. Për këtë do të çmenden ata se është një lodër gjigande për ata. Po ikëm veti tani. Këto kur vë syze të kështu janë beti, versioni betit. Tani po iki të marr Okin, do ta sjell në shtëpi një vrap, edhe pastaj do iki të marr Kain, që të sjell edhe Kain. Po Kain do ta marr në këmbë, Okin do ta marr me makinë se nuk kam aq shumë kohë që ta marr dhe Okin në këmbë. Plus nuk dua që t'i marr të dy se i bie që Kai të bëj shumë rrugë në këmbë dhe është orar dreke. Tani tek kjo qendër tregtare te Veza Parku shkuam fakt për të marr mish. Vedi kam qitë mirë apo jo këtë. Shkuam për të marrë mish, sepse kishim porositur në fakt mish, edhe ai na kishte thënë që po kam sot, hajdeni sot. Sot është e martë. Okej.
Shkuam ne, tha jo s'ka ardhur, ku diun, po nuk e di pse janë kaq mashtruese dhe mashtrojnë kaq shumë. Më duket shumë e çuditshme sepse ekstra kemi porositur dje se normalisht ne ngrihemi nga shtëpia, nuk është se e kemi këtu ngjitur. Nuk e di, po janë shumë të papërgjegjshëm, janë disa turë që fakt që marrim ne, kanë mirë shumë të mirë, të jemi realist, edhe prandaj shkojmë. Kanë shumë mirë të mirë, ne marrim atë viçin që ju kam thënë unë ju, kalb është shumë i mirë, pretet, shija perfekte, çdo lloj gjëje, por nuk ishte. Edhe nuk morëm. Por shkuam brenda tek EDK, atje është EDK, edhe shkuam tek EDK dhe i kërkoj asaj atje të marr, nuk duan të marrim tek EDK se shije nuk e ka dhe aq të mirë se ata, edhe e ka më të shtrenjtë kilen. Po nuk është puna tek shtrenjtësia se sa tek cilësia, nuk është shumë i mirë. Dhe i thash asaj që të më bënte vetëm 300 gram, kjo ka ngecur shumë. I thash asaj të më bënte vetëm 300 gram, dhe ajo më tha, si mendon të kjo pjesa këtu, tha, të pres këtë, tha, është 300 gram? Thash, nuk e di, se di se sa i bie 300 gram, se unë mund ta hamendësoj, po nuk mund ta them të fiks. Edhe kjo e preu, tha, ta pres këtu, thash, okej, priti. E preu ajo dhe tha, as nuk tha fare se sa është, normalisht unë e pashte peshori atje 550 gram. Nuk është se ishte problemi që ta merja atë aq, ishte problemi që ajo as nuk më tha fare mua që ishte duke e prerë aq, se ishte, unë se kam parë në asnjë vend që të thonë kështu. Gjithmonë presin një pjesë edhe hedhin pastaj, e shtojnë, e heqin. Çfarë bën ajo është punë e saj. Edhe i thash, më fal, unë të kërkova në fakt 300 gram, thash, nuk kërkova 550 gram. Edhe se po të ma kishte thënë me edukat që shiko se sa u pre pak shumë ose ku diu unë etj, nuk do mërzitesh. Atë thoja okej, s'ka problem, ndodh. Edhe ndodhe dhe të gjitha, nëse nuk ka problem, por ajo me ishte super e pasjellshme. Edhe preu aty më tha që fare mua e paketoj, sikur mos kisha lekun për shembull me vete. S'ka njeriu lek me vete, jo, detyrimisht duhet të kesh lekë dhe të gjitha me vete. Edhe më erdhi pak i natë dhe unë në përgjithësi nuk jam njeri kështu, unë jam shumë e sjellshme dhe duruar dhe kur bëj gabime dhe kur nuk ka ndonjë sjellje kush e di prap i toleroj se okej, më hajt është e lodh, varet, gjithmonë e gjej një justifikim se kështu jam si natyrë. Nuk dua që njerëzit i bëjnë ndjenjë keq, ama ajo ma caroi realisht shumë sepse ishte shumë e pasjellshme. As nuk më tha mua që është detyrë e saj, as nuk më tha që okej, shiko, është 200 gram më tepër, për shembull, 250 gram më tepër. Pse duhet marrën 250 gram, po kërkoj 300, nuk po kërkoj 600. Tani nuk është problemi im. Edhe duhet kujdeset ajo. Edhe më tha mua, më falë, po si ta bëj unë? Si ta bësh, është unë po hedh një pjesë aty. E zëmë është 200, shtoj edhe një pjesë tjetër 100. Sa po lidhi? Tha, po unë tani çfarë do bëj me këtë që ngeli atë ti? Ti thash, unë çfarë do bësh? Tha, po jo, tha, kështu është këtu, tha ajo, e pret klienti me hamendje. Po, si ta presë me hamendje? Prijetimi me hamendje, unë s'punoj këtu të dyqani. Mua me hamendje thash mund më duket e gjitha kjo 1 kilogram. Kjo ndoshta është 3 kilogram e gjitha. Ku hamendje? Ç'lidhje ka hamendje këtu? Ishte shumë e pasjellshme, shumë rrallë më ndodhin mua këto raste, po ja kur ndodhin. Nëse erdha këtu te oki unë, mora në muhabet me ju, do të shihemi pak më vonë. E ke te klasa tjetër jetë? Nei. Mora këtu vajnë e kokosit tani, se erdhëm në shtëpi, doja t'ju tregoja këto gjërat, bëj pas kaçuar Ivi në përvende, këto që blem tani, se si nuk shteshin ndonjë kush e di se çfarë për treguar. Po ky them se është i mirë, se do të bio, i mirë. E kam marrë shumë për fëmijët, edhe për të gatuar ndonjë gjë që është për këtë. Shumë e lezetshme. Edhe këtë që nuk e di me çfarë është bërë këtu, kjo do të bërë pjesë të çanta ime. Si ishte një Po, shpirti mami mbaj aty atë lëre, mos e prise e kemi kujtim. Dhe këto pipzat dhe këto ishin 1 euro 2 co bashkë me këtë pastruesen e vetë. Të gjitha qelç, domethënë. Na disa gjëra nga shinj siç ju tregova unë, edhe ishte një nga ato, kisha porositur për vete këtë kapelen. Aty nuk duket dhe shumë kush e di, këtu është më e lezetshme. Edhe unë në fakt kam dhe se të tjera, se unë normalisht mbaj ato me ato strejon këtu, por thash ta ndroja kësaj radhe se këto më duken më të rehatshme, ato sigur të bezdisin pak. Më pëlqen shumë, ngjyra materiale gjitha e ka super, këtu do ta heq normalisht, them ta pres, nuk e di si është, që ngjaj si ato sigurisht do shkoj që të shes në një gjë në plazh. Edhe nëse po mbaj vend këtë për momentin se kisha flokë të kapur dhe kam lëshuar vetëm sa për të provuar këtë. Kisha marrë këto qerpikët që normalisht duken shumë të lirë, po kanë përbërasa të ndryshme, nuk e di mora kohë ose më në fakt kisha marrë.
për t'i ngjitur. Kanë këto pastaj që janë kur vesh diçka jo transparente, por që s'do të vendosësh behar dhe vendos këto tek kokat e ngjyrë. Pastaj ka marrë këtu shumë mbrojtëse, siç ju thash, mbrojtëse. Do të thonë si këto që vesh kur vesh urat e banjës dhe unë duke qenë se gjatë gjithë kohës me fëmijët unë ngriu, dua të jem e sistemuar dhe duhet të jem kështu e të vjen rahat. Marr këto ngrihen normalisht, bëhen kështu si të vogla, të shkurtra, si të duash. Shumë e lezetshme kjo këtë. Pastaj këtë e mora për okin tim. Ka oki edhe një të tretë këtu me këtë fjangën që është shumë e bukur. Nuk e di, kam frikë se mund të ri pak e vogël, shpresoj mos të ri e vogël, se normalisht nuk do merrem ta kthej, po të paktën ta veshi. Se atje thoshte 3-4, sa do që mora 4-5 rinin si të mdha, këto 3-4, nuk e di. Dhe i vi një kostum të thjeshtë ta kesh për përditshmëri. Ky ishte shumë i lezetshëm, i riti shkonte shumë. Edhe po ka këtu tek qesja. Kështu Paris, i thjeshtë është me këto tutat, nga këto gjërat që të jenë më rehat, edhe mos të vras shumë mendjen, do t'i heq nga qesja gjithsesi. Këtu që është si fund, shumë i bukur këtë nuk e të mora small, nuk jam shumë e sigur. Nuk e kam marrë gjitha small, këtë më ri perfekt, mo. Dhe ka edhe këto si shortsa poshtë, shumë të bukura, kështu si pantallona. Edhe ky është shumë i rehatshëm, këtu mund ta vesh edhe gjatë ditës, domethënë, jo vetëm tek plazhi. Mora një tjetër si këto, që të rish kështu komode. Kjo besoj se më ri shumë mirë, këtë e kam marrë smalli. Shumë e bukur dhe kjo më pëlqeu. Pastaj kam marrë dhe këtë tjetër, kjo ishte smalli, kjo më pëlqeu. Tani që e shoh këtë, them se nuk mora dy si kjo, shihni shpirt. Kjo më pëlqeu, ishte shumë e bukur. Domethënë do ri shumë bukur kështu si fundi ngritur këto sipër. Edhe thashtu i kam për në plazh atje kur t'jem që t'jem komode gjatë kohës së vizme me fëmijët. Jam bërë fiksi si ato që i hipin elefantit në Andejnë Azi. Po. Sot unë jam veshur gjithë ditën me të gjata, nuk e di pse. Unë ri gjithmonë me të shkurtra, dal edhe në dimër me të shkurtra dhe sot isha vesh me gjatë. Se po e heq të kapelit tani dhe do i futem punëve që gjithë ditën ri vetëm për qafonimit. E përqafon nga gjitha mënyrat, kështu i kthehet mbrapa, përqafon, jeta momi. Kjo është çumbavi, kjo gjëna ka i nga duar është për çumbavi. Keni parë çumbavi jo? Kemi marrë këtë karrocën për Mikin. Kjo është i pasegjino, e keni parasysh është shumë e lehtë, nuk e keni ide, vetëm te kartoni nuk rëndon, imagjinoje. Kur ndërtohet, sepse edhe kartoni rëndon më shumë. Edhe ja morëm që ta kemi vetë atje në Shqipëri për të shutitur, për ta zëngjumit e plazhi të Shqipëri. Në fillim Greqi, pastaj në Shqipëri. Por që na duhem patjetër, ha pastaj t'ju them se si është. Po shpresoj të jetë mirë, po aq që duam ne për këto ditë. E montova këtë tani dhe është shumë e mirë, tani sa po e bën këta pjesë me një gjë të vogël. Gjithsesi, ka këtë këtu strehen, ka streh nga pjesa mbrapa. E mira është që ka këtë pjesën për të fjetur, është shumë e vogël dhe shumë praktike. Kjo pjesa këtu e këmbëve që ngrihet, i kanë ansore, ngrihet, ulet si të duan. Edhe kjo këtu që të mbahet fëmia mos të bjerë, poshtë ka një kosh që do ta kem për lodra, budalliqe, letra të lagura kështu. Është e vogël, është më e bukur se ç'duket këtu në foto. Këto lëvizin 360 gradë, këto ka mbrapa normalisht jo, ka edhe pjesën e frenave aty, më pëlqeu shumë. Me thënë shumë praktike, nuk e di se si do duket kur të futet Miki brenda, sa e vështirë do të jetë për të rrotulluar, por që deri tani më pëlqen shumë. Nog 3 Länder. Was ist eine Naturwunder? Mirë më gjes nga i tjetër ditë. Unë erdha pra me Kain sot që ta sjellja në shkollë në këmbë, domethënë. Edhe prapë ishte shumë i lumtur. Edhe prita deri tani sa të futej te klasa. Nuk e di, po ndonjëherë më duket sikur nuk jam gati që ai të rritet. Nuk jam gati për këto ndryshime. Nuk e di, rrugës takuam shokun e tij që vinte kështu me rola. Edhe ka i kështu kishte plan sot fakt, po nuk e di pse nuk vendosi moment fundit që nuk e donte. Normalisht unë respektoj vendimin e tij. Në këmbë edhe nuk e di, kur shoh fëmijët që vijnë vetëm këtu nga goxha larg, nuk do ta bëja me Kalvin. Nuk do ta bëja sepse ata marrin dhe një rrugë të shkurtër, nuk e di sa dëgjohem. Por marrin një rrugë të shkurtër që futen poshtë tek pjesa e stacionit të trenit. Edhe këto janë të rrezikshme, edhe po thoya që këto janë pak të rrezikshme sepse aty poshtë
në fakt ka dhe shumë njerëz nga këta xhankit e keni parasysh vetë. Edhe nuk është se jam fort e sigur që ta lë vetëm, plus nuk ndihem ende gati që ai të bëj rrugën vetë për në shtëpi sepse jemi goxha larg nga shkolla, gati 2 kilometër, jo 2 kilometra, po gati. Kështu që nuk e di, kur shoh ata fëmijët them ata janë pak a shumë afër me ne në shtëpi, po janë mësuar, nuk e di. Siç thash nuk ndihem ende gati. Mendoj ndoshta nga klasa e 2, nga fundi i klasës së 2 ose klasa e 3 nuk kam asnjë ide as unë nuk duam tani, nuk e di, për ne është super prioritet çdo gjë, edhe punën e kemi rregulluar në mënyrë të tillë që kemi mundësinë që t'i çojmë vetë, kështu që t'i çojmë dhe t'i marrim vetë, kështu që mendoj se kjo që jemi duke bërë është më e mirë. Ihni çfarë kemi këtu, me siguri ju do ta keni parë në Instagram, ju që më ndiqni në Instagram, është nga Temu, nuk e keni idën sa bukur është, sa material të mirë ka, super e lehtë për montime dhe të gjitha, edhe super argëtuese për fëmijët. Ka 2 versione, është dhe njëri që është me pishin jashtë, ne preferuam më tepër këtë, por që është në vërtet shumë. Dhe të thera për këtë që është super fantastik, i lanë shumë mirë xhama dhe nuk lë asnjë njoll. Dhe fundi i këtij vlogu, unë uroj shumë që t'ju ketë pëlqyer, edhe për çdo lloj gjëje ju mund të më shkruani poshtë. Po, unë ju falenderoj nëse keni ndjekur këtë vlog, uroj t'ju ketë pëlqyer dhe t'ju kenë pëlqyer gjërat që ju kam treguar. Me vlogjet e tjera shumë të bukura do të vim, sepse ta shkojmë edhe me pushime më në fund. Edhe kështu, ne do të shihemi përsëri bashkë. Faleminderit që më ndoqët, ju dua shumë. Kujdesuni për veten. Bye.